Well, at some point he's going to have to accept something. He hasn't accepted. Mirë, në një pikë ai do të duhet të pranojë diçka. E dini, ai nuk ka pranuar. Ju mbani mend aty në zyrën ovale. Jo shumë kohë më parë, unë thash, ju nuk keni avantazh. Me këtë fjali, presidenti amerikan Donald Trump e vuri sërish nën presion homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky. Kjo nga se sipas tij, një marrëveshje me Rusin duhej arritur shumë më herët dhe tani Ukraina nuk është më në pozitat e forta që kishte në fillim të konfliktit dhe se do të duhet të pranojë diçka nga propozimi amerikan. Ndërkohë për këtë, Zelensky ka caktuar një delegacion për të diskutuar planin 28 pikësh që sipas Washingtonit I jep fund luftës. Ditët e ardhshme do të zhvillohen konsultime me partner lidhur me hapat e nevojshëm për t'i dhënë fund luftës. Kam nënshkruar një dekret mbi përbërjen e delegacionit ukrainas dhe kam miratuar të gjitha direktivat përkatëse. Plani për t'i dhënë fund agresionit të Kremlinit parashikon që Ukraina t'i dorëzojë territor Rusis, diçka që Kijevi e ka përjashtuar në mënyrë të përsëritur. Ne e mbrojmë dhe do ta mbrojmë gjithmonë Ukrainën, sepse vetëm këtu është shtëpia jonë dhe në shtëpinë tonë Rusia me siguri nuk do të jetë zotruese. Midis 28 pikëve ka garanci të sigurisë për Ukrainën, kufizimin e ushtrisë së saj në 600.000 trupa, dorëzimin e së drejtës për anëtarësim në NATO dhe vendosjen e avioneve luftarake evropian në Poloni, ndërsa Shtetet e Bashkuara garantojnë mbështetje ushtarake dhe rivendosjen e sanksioneve në rast të sulmit rus. Plani gjithashtu synon të krijojë një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes dhe mos agresionit midis Rusisë, Ukrainës dhe Evropës.